أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Vetëm atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Vetëm atë e besojmë dhe vetëm Atij ibadetet dhe lutjet tona ja drejtojmë. Salavate dhe selame, përshëndetje nga zemra I çojmë të dashmit ton Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Salavate dhe selame I çojmë edhe familjes së tij të pastër dhe shokëve të tij besnik, të cilët dhanë gjithçka nga mundësi dhe fuqia e tyre njerëzore për ta mbrojtur fjalën e Allahu xhalla shanuhu. Të nderuar musliman, jemi në muajin e Ramazanit, jemi në muajin e agjerimit, jemi në muajin e mëshirës, jemi në muajin e ndryshimit. Fillimisht e lut Allahun xhalla shanuhu për vete dhe për ju bashkarisht që Allahu xhalla shanuhu të na pranoj çdo ditë të agjeruar, që Allahu xhalla shanuhu të na pranoj çdo namaz të falur, çdo ajet të lexuar dhe çdo vepër të mirë që e kemi bërë gjatë këtij muaji të Ramazanit. Të nderuar musliman, muaji I Ramazanit vjen në ditët tona, vjen në jetën tonë vit pas viti, mirë po vjen në formën e ziles së orës, e cila bie në çastin e duhur, për ta zgjuar çdo të fjetur, për ta vetëdijsuar çdo të pakujdesur dhe për ta shkundur çdo njeri I cili e ka haruar qëllimin e krijimit të vet. Kjo zile na bën me dije se ka ardhur koha për të ndryshuar. E kemi ndëgjuar shpesh Ramazani, muaji I ndryshimit. E ky emërtim është shumë I përshtatshëm për këtë muaj të bekuar dhe është tejet e saktë se në Ramazan ndodhin ndryshime të mëdha. Prej sendeve që ndryshojnë në Ramazan, fillimisht është jeta e çdo muslimani individualisht, ku gjatë Ramazanit muslimani ndryshon mënyrën e jetesës së vet. Gjatë Ramazanit muslimani ndryshon mënyrën e ushqimit, mënyrën e pijes. Gjatë Ramazanit muslimani ndryshon mënyrën e fjetjes dhe rutinën e gjumit. Gjatë Ramazanit, muslimani ndryshon mënyrën e shprehjes dhe kështu me radhë. Pastaj gjatë këtij muaji ndryshon çdo familje. Gjatë këtij muaji ndryshon edhe atmosfera dhe ambienti në çdo shoqëri muslimane. Gjatë muajit të Ramazanit ndryshojnë edhe sendet të cilat ne nuk I shohim, ashtu siç na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wassalam, ku gjatë Ramazanit ndryshon xheneti, të cilit I hapen dyert. Gjatë Ramazanit ndryshon xhehenemi, të cilët I mbyllen dyert. Gjatë Ramazanit ndryshon shejtani, I cili prangoset. Gjatë Ramazanit ndryshojnë edhe melekët, të cilët zbresin në tokë dhe vizitojnë çdo shtëpi muslimane. Në natën e Kadrit të këtij muaji të bekuar, filloi zbritja e Kuranit famëlart. Zbritja kjo dhe libër ky, I cili do të ndryshonte botën përgjithmonë. Pra, çdo send dhe çdo vepër ndryshon gjatë muajit të Ramazanit. Krahas këtyre ndryshimeve që ndodhin në këtë muaj të bekuar, është mirë ta përmendim dhe t'ia shtojmë kësaj qëllimi kryesor se pse ne agjerojmë. Cili është qëllimi kryesor I agjerimit tonë? Qëllimi kryesor I agjerimit tonë është vetë ndryshimi. E kemi të qartë ku Allahu xhalla shanuhu në ajetin e surës Bekare në Kur'an na thot: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, u është bërë obligim agjerimi, ashtu siç ishte obligim edhe I atyre para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Pra, agjeroni që të ndryshoni, agjeroni që të bëheni më të devotshëm, agjeroni që të afroheni me Allahun xhalla shanuhu, agjeroni që të jeni të nënshtruar karshi urdhnave të Allahut xhalla shanuhu, agjeroni që të jeni larg ndalesave të Allahut xhalla shanuhu.
Pra, musliman të nderuar, kur i shohim ndryshimet që ndodhin në muajin e Ramazanit dhe kur e shohim se qëllimi i agjerimit të këtij muaji është vetë ndryshimi, do të ishte një dështim i madh dhe një fatkeqësi e madhe që ky muaj të vijë dhe të shkojë e muslimani besimtari të ngelet i njëjti pa ndryshuar. Kjo është koha kur muslimani duhet të kërkojë ndryshimin. Ramazani është koha kur muslimani duhet të kërkojë devotshmërinë. Ramazani është koha kur muslimani duhet të qortoj veten dhe të përmirësoj atë. Kur jemi tek ndryshimi i vetes si proces, në përgjithësi ndryshimi ka 3 shtylla. E para është analiza e vetes, analiza e gjendjes në të cilën jemi dhe gjykimi i saj. Shtylla e dytë e procesit të ndryshimit është qëllimi final, vizioni i qartë se ku duam të arrijmë me ndryshimin tonë. Dhe shtylla e tretë është mjetet që na bëjnë të mundshme ndryshimin. Kur e marrim ndryshimin si proces, ndryshimin e vetvetes në parësi, atëherë koha më e mirë dhe koha më e përshtatshme për të aplikuar këtë ndryshim është pikërisht koha dhe muaji i Ramazanit. Sa i përkiste shtyllës së parë të ndryshimit, ishte analiza dhe kritika ndaj vetes. E kur më mirë mund besimtari që ta analizoj gjendjen e vetes së vet dhe të jetë autokritik dhe ta qigoj veten e vet përveç se në Ramazan. Në ato ditë kur gjatë agjërimit shejtani është i prangosur. Ndikimi i shejtanit është i zvogluar dhe i ndaluar tek muslimani dhe kjo e sjell muslimanin në përballje direkte me veten e vet. Pra, në çdo punë të papëlqyeshme në të cilën shkon besimtari gjatë agjërimit, e bën atë nga nefsi i vet. Pra, shtylla e parë është mirë dhe është shumë e kollajshme dhe e lehtë për t'u aplikuar gjatë muajit të Ramazanit. Shtylla e tretë ishte afrimi i mjeteve të cilat na çojnë dhe na mundsojnë neve ndryshimin. E kur më mirë dhe kur janë mjetet më të mira për të ndryshuar përveç se në Ramazan, ku fillimisht tërdita jonë shkon në ibadet dhe në përkujtim të Allahu xhaleshanuhu. Pastaj e kemi namazin e taravive, pastaj e kemi kohën e sifirit ku Allahu xhaleshanuhu e pranon teuben e besimtarit. Pastaj e kemi kohën e iftarit ku Allahu xhaleshanuhu nuk e refuzon duvan lutjen e besimtarit dhe kështu me radhë shanse dhe mundësi të cilat na përsëriten për 30 ditë me radhë. Kur i rumbullaksojmë të gjitha këto, e kuptojmë se Ramazani me të vërtet është mundësi për ndryshimin e vetes sonë. Pastaj kur jemi ke ndryshimi, muslimani duhet të ndryshojë çdo aspekt të personalitetit dhe karakterit vet. Duhet të ndryshojë gjatë Ramazanit sjelljet e përditshme. Duhet të ndryshojë gjatë Ramazanit edhe ibadetet, jo në formën e aplikimit dhe përsëritjes së ibadeteve, mirë po në formën duke ju dhënë shpirt dhe zemër më shumë ibadeteve. Pastaj duhet të ndryshojë zemrën gjatë këtij muaji. Ti kushoj rëndësia asaj sepse ajo është vendi ku qëndron takvallëku apo devotshmëria. Gjatë Ramazanit, muslimani duhet të ndryshojë edhe marrëdhëniet me familjen dhe shoqërinë dhe njerëzit që e rrethojnë. Dhe gjithashtu gjatë Ramazanit, muslimani duhet të ndryshojë bindjet me të cilat e kalon këtë jetë. Kur të gjitha këto që i përmendëm, arrin besimtari të ndryshojë, atëherë ka arritur shkallën e devotshmërisë dhe e ka vënë në praktik qëllimin final apo e ka arritur qëllimin final të agjërimit që ishte devotshmëria. Mesazhi përfundimtar: të mos lejojmë që Ramazani të na ndryshojë vetëm rutinat tona ditore të hajes, pijes dhe gjumit, por të mundohemi që Ramazani të lë shenja të thella në personalitetin tonë si musliman, që ky Ramazan të jetë Ramazani i ndryshimit, të jetë Ramazani i afrimit me Allahun xhaleshanuhu dhe të jetë Ramazani i devotshmërisë. Të nderuar besimtar, ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.